por edhe të kundërshtimit të çfarëdo përpjekje për luftë hibride, ne jemi të gatshëm që të financojmë. Por nuk krijojmë marrëdhënie të drejtë për drejtë me media të caktuara e emra të përveçëm gazetarësh, redaktorësh, pronarësh, akroredaktorësh. Ne e konsiderojmë medjen pasuri, por edhe media duhet ta konsideroj profesionin detyrë. Këtu ka mundësi për komunikim e për bashkëpunim. Ne jemi të gatshëm të investojmë për përmirësimin e cilësisë në përgjithësi, por jo për financime në veçanti të ndokush. Prandaj sërish përgjegjësia është e mediave. Ju takon atyre që të reformohet, që do të thotë të duan të reformohen, që të përmirësohen, që do të thotë të duan të përmirësohen, dhe ta përmirësojnë imazhin edhe të vetës, sikurse të shtetit. Sepse është në shpërputhje me realitetin që të jesh gazetar në Kosovë dhe të krahasohesh me gazetarët në Brunei e në Serbi.